për rritjen e presionit ndaj Serbisë. Në fshatin Kalludër e vogël të Zubin Potokut, kanë vazhduar edhe sot gërmimet në kërkim të mbetjeve të tjera mortore dhe për identifikimin se kujt të përkasin ato që janë gjetur në këtë zonë. Procesi i cili ka filluar të martën, po zhvillohet me kërkesë të Prokurisë Speciale të Republikës së Kosovës dhe me urdhër të Gjykatës së Prishtinës për zhvarrosje, autopsi dhe identifikimin e mbetjeve mortore. Ministrja në Detyrë e Drejtësisë Donika Gërvalla ka vizituar sot zonën ku po dyshohet se është një varrezë masive. Gërvalla tha se duhet të rritet presioni ndaj Serbisë për të hapur arkivat dhe për të dorëzuar të gjithë të pagjeturit. Është e tmerrshme që edhe 27 vjet pas çlirimit të vendit tonë, kemi ende mbi 1500 trupa të pagjetur. Kemi më shumë se 1500 familje të cilat çdo ditë rrinë me kokën nga dera në pritje që dikush t'ju sjell lajmin që të paktën janë gjetë familjarët e tyne. Mirë, po nuk është koha për spekulime, nuk është koha për fjalë të mëdha dhe zhurmë të madhe. T'i lëm profesionistët ta bëjmë punën e tyre edhe pastaj të shohim se kush ndodhet poshtë edhe a ka më shumë, a më pak, apo se si do të vej puna. Kemi institucione të cilat janë të përkushtuara për gjetjen e varrezave masive, por edhe për rritjen e presionit ndaj Serbisë, një për të hapur arkivat dhe e dyta për të dorëzuar të gjithë të pagjeturit dhe mbi të gjitha për të siguruar që gjëra të tilla nuk ndodhen më asnjëherë në vendin tonë. Pjesëtarë të Policisë së Kosovës dhe të EULEX-it janë kujdesur për sigurinë gjatë ekzaminimeve në vendin e dyshuar. Në aksion kanë marrë pjesë edhe zyrtarë të Institutit të Mjekësisë Ligjore, të Komisionit Qeveritar për Persona të Zhdukur dhe të sektorit për hetimin e krimeve të luftës, që nga përfundimi i luftës së viteve 1998-1999, në Kosovë vazhdojnë të jenë të zhdukur mbi 1500 persona.